Shumë gra kam dëgjuar këto kohët e fundit që thonë, fajin e kanë vajzat e reja që vishen provokante dhe po na marrin burrat. Fajin e kanë ato të rejat që po na i vjedhin burrat. Ato i kanë fajet. Jo, motra ime, jo, nuk e ka fajin ajo vajza e re. Nuk e ka fajin si ajo vishet. Fajin e ka Adami, ai që ke në shtëpi. Sepse djalli ka të drejtë gjithmonë të provokoj, gjithmonë të serviri. Por Adami e ka të drejtën të thotë, jo me mua. Jo, unë qëndroj në atë që Zoti më ka dhuruar. Por unë po them, fajin e ka Adami. Provokime ka plot, si për gratë edhe për burrat. Aman i jemi ne që Zoti na ka thënë të themi jo, nuk i nënshtrohem këtij provokimi. Prandaj, mos pa dit vajzat e rrugës, mos pa dit bijat e një nene tjetër. Fajin e ka Adami dhe ai që i nënshtrohet provokimit. Të bekoj.